Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje miq dhe mirë se vini në një tjetër episod të Top Tech. Dhe sot kemi një të ftuar shumë special. Meriton Mjekiçin. Përshëndetje bro. Si je? Shumë është kënaqësi e jam ja që jam bashkë me ty, e sidomos kur shoh gjeneratat e reja që dal po rriten e ndoshta kanë mënaj në zonë pozicionet e tona të cilat I kemi në vër ato kohët e tona televizive. Unë jam shumë I lumtur që jam bashkë me ty dhe gjithmonë do jem për ty, sepse ti e din shumë mirë që unë kam një afërsi shumë të madhe me Rudin, me Agjin ton që I përshëndes, Enzo Atini. Shumë faleminderit. Edhe kemi një raport shumë të mirë shoqënor. Tha vllog kështu për intervistën, thash mos e diskuto. Këtë kam bërë për intervistë, Mateo kota, thash aty kështu që do e gjej kohën. Faleminderit shumë. E nisim me një freestyle? Po unë nisim bre me freestyle, se kena probleme nis me freestyle, se ti ekipo nuk është diçka cilën unë e praktikoj në kohë të televizionit, edhe pse ka pas një impakt shumë të mirë, një bashkëpunim, një kolab I mirë mes meje dhe Soni Malaj të këngës, të rikthimit këngës më merr. Unë e nifna që ishti të tjerët me bo performanca live edhe freestyle, po ti ma pas ke shkru një verzion të andin, e provoj mirë. Munohemi bre, ja pas ke nis me brr. Në atë dhe nisim. Bra, interesant këva, bra, në fillim isha vet, tash jam në zonë, s'foli shumë, po kur foli ndalojnë. O Mateo ta o zemrën, s'nxitoj për fjallë, I zgjedh me kujdes, në Top Tech, ne flasim po shkruajmë proces, ka interesant. Nuk jam trend, jam version stabil, jo story që ik po update real. Çdo fjalë e kam si me qenë sinjal kur lidhem me publikum. Interesant ka, pas u mundova sa do pak po. Lezetshëm, mirë ishte. E nisim direkt me temën e parë thëmë. Ha? Po më niste? A ke dëgjuar që në Kinë funksionon një nga mrekullitë më të çuditshme të transportit modern? Treni maglev. Qa na qenë ka treni maglev? Është një tren me levitim magnetik në funksion komercial të përditshëm. Pra, treni lëviz me magnetet. Okej. Po. Nuk ecën mbi rrota, ja. E kemi edhe aty te ekranin. Qëndron pezull mbi shina I shtyr nga fuqia magnetike dhe arrin shpejtësinë 431 km/h. Bo fantastike. Tani E din ti që është në prova në Londër treni që ka me qenë prej Londrës në New York. Hyperloop që Hyperloop, po. Hyperloop. Të cilën po në fakt kishte me qenë shumë interesante, edhe ka qenë kur e kum dëgjuar ne, ka qenë shumë e pabesueshme, se thosha qysh është e mundur që ka shpejt një arritje prej Londrës deri në New York, po kur të kthejmë pas, koha ka ecë dhe është evolu, përpara ndoshta s'kan mendu që ka me qenë I ker I shpejt në 330 km/h, po kanë mendu në kohën kur kanë qenë kafshet, kale e të tjerë. Pastaj, po është e besueshme edhe kjo, po kjo qenë ka një tren ka me kuriozitet dhe çka du me thonë është që më ke shpëlqy me shku në Kina. Po, kjo është në Shangaj. Në Shangaj, në Kina atje. Ja, I shef dhe magnetet aty të shinat. Do hypje ti te një prej këtyre trenve? Po, se kisha pas problem, po mendoj që kishte me qenë diçka interesante me hyp me një tren till, edhe me bo një farë eksplorimin e për Kinë. Nuk ka shku na hermendja që ajo është nga aeroporti në qendër Shangajit është sa orë mund me qenë distanca? 7 minuta. Nga aeroporti deri në 30 kilometra është. Nga aeroporti deri në Shangaj është për 7 minuta, më kupton? Po flasim për shpejtësi avioni. Po dhe 430. 300 e kum kapu ne. Me makinë kështu që. Së gjë. Po si do duket rruga nga Shqipëria në Kosovë nëse do bëjmë me këtë tren? Afërsisht gjysore do të merrte. 30 minuta. 30 minuta, nëse do bëjnë, nuk e di a do e bëjnë, po. Po mas pari, mas pari duhet me pa për më boni diçka e tillë duhet me u pa pozicioni dhe lidhja dhe ndarja ku mundet me u pa geografia,
që mund të bëhen ato qarjet për me të i kalu treni. Po mirë shkon nga treni normal me na u bo mas pari, tani le të dalim të magneti. Po. Me që jemi të Kina, dikush tjetër ka bashkëpunuar angusht me ta. Meta. Facebooku, Instagrami, Whatsappi, edhe i kam përdorur po kjo ka kohë që kanë bashkëpunuar së bashku. Jo, kohën e fundit për sa di unë kanë bashkëpunuar kohë gjatë vjetë. Kanë kohë të gjatë, po tani është përdorur për propagandë. E çfarë propagande? Politikë, gjëra ndryshme, thot që një ish drejtuese ka refyer që kur ka qenë brenda në kompani është krijuar një plan i fshet që quhet Project Aldrin. Ideja ishte të ndihmojë Kina me teknologji, me informacion të ndjeshëm, madje edhe me censurë. Dhe në këmbing Zuckerbergu do futej në tregun e Kinës. Interesante kjo. A mendon që këto kompanitë e mëdha janë bërë shumë të mëdha për mos të friksuar nga askush? Unë mendoj, tash janë disa familje që bojnë diferencën në përbotë edhe bojnë ndryshimin edhe në formën se si funksionon, sidomos update i Instagramit e të tjera. Nuk besoj që mundet me qenë qaqe fort. E ki fjallën për si platforma? Si platformë edhe për shembull në politikë edhe në luan rol. Social media në përgjithësi luan rol shumë madh. Luan rol, po këto kontrollohen prej shtetit. Nga që nuk kontrollohen. Po unë mendoj tash në shtaun nëse si jam i brendshëm se nuk e di dhe nuk jam fort i fushës që me të thonë edhe me të dhonaj mendim konkret edhe specifik që me ta tregu me detaje, por unë mendoj që prap ka ndikim shteti, sidomos në diçka cilën ka impact. TikToku na sa e dim ka qenë snapi, TikToku sa e di, jo snapi, ka qenë krijuar për ushtri, për komunikimin e ushtrisë. Dhe pastaj e kanë shpërndar, nëse si jam gabim e kompani dokumentar, nëse mu i me gabum fal. Pastaj TikToku e kanë bo për herë të parë për arsye të shitjes. Për me shit ma shpejt në treg, sepse ka banor shumë një numër shumë i madh i banorëve si Kina të tjera, edhe e kanë bo për arsye të biznesit, që me shku live dhe me ble, sepse ato e kanë pasqit lokacionet të tjera detaje. Unë kur e pash një detaj tjetër është që telefona dhe disa pajisje teknologjike Donald Trump i ka përjashtu prej tarifa. Prej taksave, i ka rritur shumë taksave. Po da e flasim mas publicitetit, kalem një publicitet. Që kur i përjashton, ai duhet me pas dorë edhe të pjesa, po mendoj e kontrolës, se s'pedi. Unë mendoj që përgjigja është që nuk janë qashtë fuqishëm sa që mos mi u tut shteti, sa e kuptova ajo ishte pyetja jote, pak a shumë. Se besoj që mund me pas fuqimat madhe se shteti si Amerika, se sa ta i kontrolloj. Vendimet pi marrin edhe në Shqipëri e di që për TikTokun është mbyll TikToku, unë s'kam akses për momentin në TikTok se jam zonën e Shqipërisë. Dhe në thonë shteti prapë është ma i fuqishëm se sa platforma. Kjo kështu kuptohet. Ok, kalim publicitet. Ikim. Ja kur i kthejmë përsëri në Top Tech dhe tani do flasim pak me Meritonin për McMurtry Spearling, një makinë që ecën për mbys. Meriton, tani po kalojmë te një nga lajmet që të lën pa fjalë. Te lajmet që të lën kokë poshtë. Se një kompani angleze, McMurtry, ka ndërtuar një makinë elektrike aq fuqishme dhe aq të ngjitur pas tokës sa mund të ecë përmbys në tavan, nëse gjen në tunel rrethor. Peshon 1 ton. Edhe arrin shpejtësi 240 km/h. Para që bën unike është se ka freskuse poshtë makinës që e thithin drejt tokës, edhe ka rreth një fuqi 2000 kg thithse, pra 2 fishën e makinës. Pra forca që e mban poshtë është më e madhe se pesha vet. Tani nëse të thon ty, kjo makinë ecën në mur. A thua cool apo më jep Range Roverin, se nuk e besoj. Unë i pëlqej makina që janë zhak për tokë, edhe i preferoj makinat e shpejta. Kjo se kuptova që nga shumë e shpejt. Edhe që nga i bukur si në kohën e filma vizatimor që jena po nga të Batmanit. Do e preferoja një makinë tillë për me pas në i weekend për me dalë, po realisht duhet me pas rrugë të gjata dhe në i pozicion rrugë të mira, shumë rrugë me qenë, apo kupton, ekstra me një asfalt
super të mirë, nuk e di a I plotësojmë na kushtet, nëse jena për këto na si plotësojmë kushtet. Në Europë po besoj ndoshta I plotësojmë, ndoshta jo s'e di. A është në treg kjo? Është në treg. Mund të ecën në rrugë edhe shive pak çka kanë bë. Hajde shohim, interesant, sot mësova shumë çka. Po ku është? Kjo është në Angli. Po ku ecën kjo kështu? Po pra, ja, është mund të ecë kokë poshtë, mund të mbajë vetën kokë poshtë makina. Okay. Se është 1 tonë e lehtë edhe ka 2 tonë fuqi thithse po. E kuptoj. Shmënduria, Interesant, po, kisha pas qef me pas një makinë tillë. So e kishte çmimin trekja? Ka të milionat, ja. Të milionat. Të milionat, po nëse vjen kjo në Shqipëri edhe në Kosovë, do duhet bëjmë rrugë apo tavane? Të dyja bashkë. Të dyja bashkë. Për tavane s'kena mundësi, për rrugë këto kushte e kemi. Këto rrugë janë të dyja bashkë. Nëse dikush të troket në derë dhe nuk është një person, është një katror pa sy edhe nuk flet fare. Robot. Po. Dhe hapi derën apo jo? Po unë me kuriozitetin që kam, ja kisha hap derën. Çfarë do I thoshe, faleminderit. Me kuriozitetin që e kam. Pastaj, se si do veproja me një robot till, a do shokohesha apo jo, atëherë ish mbet me u pa se në raste të caktuara veprojmë mënyrën se si të vjen. Po. Kështu që ja kisha hap derën, po mendoj që jam qitash I qetë, I ftoht, do I thoja hajde mirë se vjen pi edhe na çaj të nxehtë që do me neve. Do ishte interesant, po ja, këta I kam bërë. DoorDash në Los Angeles dhe Chicago. Ja kisha hap derën. Kësa jo? Ja. Pse? Unë mendova që nai robot si njeri. Robot si njeri, tak. Ja. Për këtë po thashon. Nuk do hap, ja? Këto kisha mendu që mu ka bë kurth në sen. Këto kanë bë 400.000 dërgesa në Amerikë. 400.000. Edhe në Finland kanë bërë delivery edhe kur është minus 20 gradë Celsius. Okej. Tani, a është kjo zgjidhje për trafikun apo një arsye më shumë që trotuarit bëhet si Formula 1? Me të kallëzu drejtën, unë nuk jam pro shumë të teknologjisë edhe të robotëve. Unë jam ma shumë po 100% pro asaj cilën na ka kriju Zoti, që është njeriu dhe shpirti, apo kupton? Po. Pastaj këto të robotëve nuk është që I preferoj dhe nuk jam dakord as pak, sepse krijohen ma pak vendet punës, bëhen njerëzit ma robotik, ma dëmbel, ta bëjnë punën ma të lehtë. Unë jam prej atyre që përqej ma shumë sfidën, sakrificën dhe ato cilën ti e ndjen me bot, sepse ato të binë në një gjendje të cilën ti pastaj e don edhe vlerëson ma shumë. Dërsa kjo puna e robotëve vjen bën atë punën në gjeneratat cilat po vinë tash pas, ziqa me thonë, nuk kanë me qenë si na ndoshta të dashun, empatik, të afrushëm, e kupton sepse janë mësu me vy, me dërgesa, me robota, me kompjutera dhe nuk jam shumë pro. Jam deri te iPhone jam pro, do me thonë edhe iPhone me një mas të caktuar të përdorimit, të cilën e kemi sepse po, për shembull ChatGPT-ja e ke përdor? Nëse s'ka diçka negative mbrapa ose bla bla, mos t'i himi aty në detajat të cilat e kemi po, për mua është një diçka e cila I ndihmon të rinjët. Me ditë mirë me përdor, kërkon, hulumton, lexon, mëson, zhvillohesh, e praktikon dhe në mënyrën tonë, si në shitje, si në biznes, si në mënyrën se si intervistohet meritoni, si trajtohet emisione e të tjera me radhë. Kështu që kjo deri këto jam okay. Dhe pro, telefonatës, kamera, këto jam okay. Është diçka që na I ka lehtësuar punën. Robotin e këto nuk kisha me qenë. Po, me që përmendet atë pjesën e punës, cilën punë mendon se do jetë e para që do zëvendësohet nga robotët? Cili profesion do zëvendësohet I pari nga robotët? Po mendoj këtu punët e vështira të cilat e kanë problem gjetjen e personave fizik, sepse çdo ditë më shumë po humbasin mekanik ose të tjera punë. Po mendoj, sepse
janë zanate, na i quajnë profesione të cilat të rinjët mo nuk i pëlqen. Po, ke Zdo drejt. më bo mo mekanika, ja, u pëtan, zdo me hi mo në rker, Të punu, po. me punu, se kom atlet, hin e fiton parën përmes Telefon, Google. veç i telefon Po duhet. vëdin, kështu që përmes shqitjes online e kështu, po mendoj që to punë të vështira. Dhe të pa pëlqyeshme për të rinjët. Nëse del një inteligjencë artificiale që bë freestyle, do ftojë në emision? Nëse- Roboti, te në- mikrofoni edhe të bëte freestyle. Po nëse po se dive që do komunikoj unë me ato. Flet me zë. Po ai robot është ai programuar dhe do e ketë çdo informacion dhe çdo që do i thoja ose çdo pyetje që doja bëja përgjigje ai ti kishte me qenë ekscelente. Po. Prej fillimit deri Deri në në fund. mbarim. Nuk kishte me qenë ndjenjë cilën do më pëlqente, po nëse do e kërkonte shitja e mainstreamit të cilin jemi, duhet me marrë, Edhe sepse edhe problem. ti duhet me punu dhe duhet me u përshtat me ato cilën është ka ndodhë, po me dëshirë jo. Zdo e kisha aftu. Kuptoj. E ke parasysh atë momentin kur dikur pyesi një shok, a njeh ndonjë që më jep zyra me qira në blog? Ke pyet ndonjëherë ndonjë shok Po, sa duash? Tani nuk e pyet më as shokun, pyet ChatGPT-n. Kam vërtet. nxjerr një opsion të ri që quhet deep research, edhe të ndihmon me kërkime komplekse, jo vetëm për pyetjet e shkollës që i bëjmë ne, po për gjëra shumë jetësore. Pra i thua thjesht më gjej një apartament në Tiranë 2+1 me dritë natyrale dhe mos ketë sallon estetike më përpara. Dhe- Qa ashtu për me qira. Po, edhe ti gjen, jo veç me qira, mund të kërkos edhe për shitje, një Qenë ka makinë. mirë se unë jam të i baj Airbnb-at në Prishtinë, qendët Prishtinës, Po, edhe qenë ka mirë të Bill Clintoni, të Meriton Mjekiqi, e një lyp ato, po të gjej kanë vetë, ko ka interesante, ma pas ka lecu punën. po më ja. Shtyp atë buton deep research edhe ti gjen ajo. Se ka akses në internet tani edhe mund gjej gjithçka. I thua du një Hajtë ma apartament. gjej që ato, a munësh? Po, Hajtë e shof, do ta provojmë tani. pa le e provoj. Mësuaj çfarë ti kërkoj. Kërkoj apartamente, ose pyte sa apartamente janë me qira. Në Kosovë. Në Kosovë ose Tiranë, Airbnb e kështu me radhë. A përdor ti ChatGPT-n vet, ndërkohë që bëhet ja. Po, Unë e përdori ChatGPT-n. për çfarë përdor? Po e përdori për informacionet të cilat mu më interesojnë. Ato janë momentale ose për shembull një ditë hina në trep me pa një histori të një reperit. Po. Shajnë. Ka qenë ai një reperit cili ka qenë label bashkë me P-Diddy e kështu me radhë. Po. Pastaj një ditë hina në trip kërkoja histori për vendin për vendet ballkanike. Një ditë tjetër kërkoja poetët që janë poetët më të mirë të historisë. Tani kërkoja varet Informacionet përgjithshme. Informacionet përgjithshme. Kërkoja Ti ka dhënë sa, njerëz besoj. detaje, format biznesit, shitje, të ndryshme detaja u dën. Po, super. Nëse se gjej diçka e kërkoj me detaja, po qëre, ajo çka e kum vërejtë dhe e kum bo vetë një lloj krahasimi me ChatGPT-n është që kum bo pyetjen korrekt, mi ka dhënë përgjigjet korrekt, tani jam shkup të njëjtën pyetje, po nuk e kum bo korrekt, e kum Ndryshe. bo pak ma ndryshe. Më varet edhe si din ti me përdor dhe si din ti me ju drejtu me pyetje. Po. Po është për mua sa një zbulimi ma interesant, po flas të kjo pjesa e ChatGPT. detajeve. Po. Do pyesje ChatGPT-n për diçka apo më mirë do pyesje një person? Po, nëse është diçka po në varet tash për çka, për informacion. Informacion Jo përgjithshëm. more, telefonin do e Telefonin, gjithnjë. letë është nuk. Me që jemi te Sepse edhe ai që ka mu më përgjigj mu, patjetër që ka më mësu prej telefone dhe përgjigjen do ma jep njëjtën si e telefonit. fix. Me që jemi te makinat prap. Ka dalë një makinë e re që nuk është ndërtuar me çekiç edhe me djers, po me printer 3D. E di të janë printera 3D. Printojnë gjëra fix siç e don ti. Tani këto kanë printuar një makinë tërë me printerin 3D. Ja, kjo është. Komplet 3D. Edhe ka dizenjuar inteligjencë artificiale.
Po kjo s'është ekzisticione. Është edhe e ka krijuar njëri që jeton në Amerikë. Edhe ne se kuptova. Do me thonë, ta ka kriju inteligjenca artificiale, Po, ja ka dhe pastaj ky ka shku e ka bot të njëjtën, e ka printu 3D. e ka printu. Po, i ka vënë një motor, se motori nuk printohet, ta më kupto, duhet ta ndërtosh vetë me pjesë mekanike. Po. Edhe ka bërë këtë makinën Okej, që ishte aty. interesante. Imagjino tani ti i thua inteligjencë artificiale më krijon Ku makinë. ka që kjo? Kjo është në Amerikë, kompani amerikane. Shife, ja, ky është motori, si alien duket. Interesant. Po ku i shef ti këto? Ku i merr këto informacione ti? Dalin në përfaqe ndryshme. Dalin se ki interes. Unë e poshtë një kuriozitet tjetër, e këshin pas gjetë, nejse e s'ka të bëj, e kështë gjetë një Bentley të vjetër, shumë të vjetër në një vend ku hudhen mbeturinat. Aje kështë e kuptu që Bentley është shumë i shtrejt, ka kushtu në atë kohë dhe deri në 12 milion euro, e kështë e marrë, e kështë e riparu, ja kështë e ngjit një motor tjetër, e kështu me radhë, dhe kështë e ndreq, dhe prej pamundësis, se s'ka pas të ardhur a me ndreq në formën e mirë, tamam Bentley Perfekte, po. jashtë, interierin mrenda e kështu me radhë, e ka bo me dru. Po. Dhe ja kështë e shi dikujt atje shumë të pasur. Kemi kështu kuriozitete interesante, po kjo qenë ka interesant. Tani, ti më the që do të flasësh pak për telefonin tënd të parë. Kush ka qenë telefoni jot i parë? Ka qenë telefoni i parë Nokia, që kemi lujt edhe lojën Snake, pastaj ka qenë tjetri telefon Nokia që ka qenë me hapje, goxha modern atë kohë, pastaj Samsung Galaxy S4, pastaj Samsung, pas na donë iPhone e kështu me radhë. Te iPhone-i. Ti ndron për vit iPhone-at apo? Me tregu drejtën, unë jam njeri ma anti-telefon që ti ke mujt me taku na herë. Jam shumë i keq në kthimin e mesazheve në telefon. E kam vënë. Jam shumë i keq në jam shumë nuk e bëj me qëllim. Nuk e bëj për një arsye të caktuar që më thon bëj me qëllim ose po kështu e kam. Jam i keq te pjesa se si shkruj shkurt, shpejt. Nuk e la telefonin kur me bateri, kështu që edhe bojnë ajgare, shokët e mi të afërm, kur i thëm net pa bateri telefoni, thot, s'kam do në hera, u të në këthejet në batut. Për qefit teme pas pun tjetër, me qef nuk rrinë telefon. Nuk e pëlqen. Çka më pëlqen mu është telefoni me kërku ChatGPT, me po naj dokumentar ose naj film të caktum, për këto, po. Diçka të shpejt. Postime, punë, cilat i kemi që janë. Ti edhe me pa në Instagramin, ti vetëm për punë e kështu, se nuk jam që postoja, u dën. Të kuptoj. Me konakte, nuk jam shumë pro telefonit. Nuk e ndroj, jo. Kur të lëshon krejt e ndroj. Kur nuk punon më. I tjetri që ke me shumë giga, kur ma ka lëshu, do me thonë rrugës, veç ma lëshoj edhe shkova e mora këtë tjetrin, sepse ekipa qare se është. Ashtu duhet. Përdore sa më shumë telefonin që ka. E dëgjova këto, Jeff Bezos, ai e ke parasysh kush është? Po. Ka Amazonin, ai ka hapur një startup kompani që bën makina. Ka qëndruar poshtë radarit, nuk e dit askush. Po, së shumë e çuditshme, kishte me qenë e pritshme. Nga Jeff Bezos? Pa tjetër, ti e den edhe vetë, njerëz me ma influencë bot, Elon Musk, e ka bot Tesla, e kupton. Pastaj robotet e kështu me rallë, kështu që për shkak të ardhurave enorme të cilat i kanë, pa tjetër që prekin falë luna bizneset të cilat kanë ma shumë përfitime të tjera. Tani shtrohet pyetja tjetër që pse e bojnë tani për adrenalin dhe qëllimet e tyne vazhdojnë e rriten për me te i kaluat egon e tyne personale, jo egon të cilën ndoshta e kanë për momentin me arrit me bo ma shumë pare, po veç egon personal, tejna e rekord, flitet për mu, e kështu me radhë. Ty si duket, do me thënë, kur një njeri si Jeff Bezos la Amazonin për makina, do me thënë, s'po merret më me atë, ka njës me makinat. Po e ka drejtu Amazonin, ka strukturat të cilat e kanë punën e tyre, është ti thua ai ka perfekt Amazonin. Po pa tjetër, sepse ajo funksionon dhe është gjithmonë në pikshmeri gjithçka, pastaj bën diçka cilën don ta thash për ego edhe për
adrenalin vet. Po. Shkon në sistemon ato, shkon biznes tjetër, nuk është diçka. Amazoni është funksional. Si Po, thotë hierarkinë. do e kaloj Teslën? Me shitje makinash? Nuk jam S'dina se shumë gjë. njës me ditë sa është Tesla që Tesla shet shumë, edhe në Kinë, edhe në Amerikë, edhe në Europë. Po them edhe shesin shumë. Ndoshta edhe ja kalon, ndoshta edhe i para. Qofse i bën më lirë, normal që do e kaloj. Dhe di sa nëse i qet ma perfekte, po prapë se cila marke ka atë pojza klientelin e vete, kupton? Po. Nuk e di, ndoshta edhe po mendoj. Se dim. Po. Çam. Linke. Tani kam 3 pyetjet e fundit, po që janë më pikantët. Kam pyetur inteligjencën artificiale se kush mund të jetë fituesi i Big Brother VIP Albania këtë vit. Dhe tashmë e kam një përgjigje nga ana saj. Po jam shumë kurioz di dhe mendimin tënd pak. Kush do jetë fituesi i këtij edicioni? I këtij edicionit kush do jetë fituesi? Se edhe ti ke qenë aty brenda dhe e di shumë mirë dinamikën e Bigut. Me tregu drejtë nuk është që e kum pa edhe e kum përcjell Big Brother numër 4 këtij vitit. Kalim të e kum pa në rrjetet sociale, po. po duke e pa në rrjetet sociale, patjetër që do e fitoj Gjesti. Gjesti. Po mendoj që po. Ti thu Gjesti e fiton edhe në Kosovë fitoren. Patjetër. Okej. Meriton. 100%. Me dinamikën që e kom pa në rrjetet sociale dhe në ata që më kanë tregu shokët edhe vllajem edhe kohën kur kom qenë unë e kështu me radhë duke bo patjetër, nuk diskutohet ajo, është fitus 100% ajs. Mendimi em, kështu është. Meriton. Po, Falenderoj shumë që ishe sot Unë me të ne. vlerësoj ty shumë dhe familjen tane, kemi një shoqëni shumë të mirë dhe unë jam mirënjohës për bashkëpunimin që e kemi gjithmonë edhe jam shumë i lumtur që kanë një djalë si ty që po rritet duke u shkollu e duke qenë në rrugën e Zotit. Unë të uroj shumë suksese. Ky ka me qenë një fillimi joti në këtë moshë, po ti duhet të vazhdosh të rritesh edhe të bëhesh në të ardhmen njëri prej moderatorëve më të mirë që kena me pas në histori. Shumë faleminderit Është Meriton. kënaqësi ime. Ju falenderoj dhe juve shumë që na ndoqët deri në fund. Shpresoj t'ju kem pëlqyer pak si shumë të temat sot dhe do dëgjohemi herën tjetër. Mirupafshim.